Të dashur miq, ja të kemi sërish së bashku dhe jam këtu së bashku me Dr. Afrim Halimin, i cili është specialist i radiologjisë intervente, ku siç u thash do flasim së bashku për procedurat mini-invazive për trajtimin e herniacioneve diskale dhe dhimbjeve artikulare dhe jo vetëm. Ai do të na tregoj pak më tepër dhe për eksperiencën e tij disa vjeçare në këtë fushë, ku do ju tregoj se ka qenë mjek i tillë në disa vende të botës, duke përfshirë këtu edhe SBA-n dhe shtetet e ndryshme të Europës, madje dhe 9 vite ka ushtruar këtë profesion dhe në Kuvajt, ku me gjithë këtë eksperiencë ai ka ardhur, e ka perfeksionuar dhe e ka sjell këtu në vendin tonë për të qenë në shërbim të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe jo vetëm. Përshëndetje doktor dhe faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë sot. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem mysafir në emisionin e juaj. Ne ju falenderojmë fillimisht përveç se jeni pjesë e emisionit tonë, që në aspektin si pacient, që këto mënyra intervente dhe diagnostikuese dhe të gjitha gjërat të cilat ne do i flasim sot, i keni sjellur nga këto vende të botës në vendin tonë, madje dhe janë aq të aksesueshme për të gjithë ata të cilët kanë nevojë. Dhe për këtë jemi shumë falënderues. Faleminderit. Është kënaqësi që eksperiencën që e kam nga vendet e jashtme, sidomos 9 vite në Kuvajt, që të vi, që të ndaj në Maqedoni, që të ndihmoj pacientëve në Maqedoni, procedurat të cilat janë shumica nga procedurave që i punohen për herë të parë në Maqedoni, kështu që është një përvojë e re në Maqedoni për patologjitë e shtyllës kurrizore, sidomos për herniacione diskale dhe për patologjitë e artikulacioneve. Ne gjithsesi do i marrim me radhë sepse kemi shumë gjëra për të folur. Por të doja që ta filloj nga pyetja më e thjeshtë. Cili është ai pacienti i zakonshëm që vjen deri tek ju? Me çfarë shqetësimesh vjen? Po, pacientët janë të gjithë moshave, të gjithë gjinive, të gjithë grupeve. Për shembull, është nëna e 3 fëmijëve, për shembull, që nuk mund të ngrihet nga shtrati të t'i përqafoj fëmijët, apo gjyshit i cili nuk mund të lëvizë, t'i marrë nipat edhe mbesat t'i shetise, po ashtu është studenti i cili qëndron një kohë të gjatë në para kompjuterit dhe ka dhimbje të shpinës, po ashtu edhe punëtori i cili nuk mund të kryej aktivitetin edhe të ushqej familjen e vete për shkak të dhimbjeve. Do me thonë, dhimbja nuk njeh as gjini, as mosh, as karakter. I kap të gjithë moshat, të gjithë gjinit, më së shpeshti janë të përhapurat e moshat 50 deri në 60 vjeçar, por nuk bën përjashtime edhe të moshat e reja, për shkak se diskopatit din të shkaktohen nga lëndimet edhe të moshat e më të reja. Për shembull, kemi pacient me 20-25 vjeçar, të cilët kanë pas aktivitete prej peshngritjes së rand ose edhe një traumë gjatë aksidentit edhe që kanë patologji me herniacione diskale. Shqetësimet janë të shumta, por edhe trajtimet fatmirësisht janë po aq. Për cilat procedura do doni që të na shpjegonit sot? Diçka ndryshe, diçka që nuk e kemi pasur ndoshta deri më sot në vendin tonë. Janë dikund mbi 20 procedura mini-invazive që i punoj për trajtim të herniacioneve diskale dhe patologjive të artikulacioneve, por unë do të isha koncentru më së shumti te ozon terapia, aplikimi i ozonit në diskun intervertebral, do me thonë si hemonukleolis, zbërtimi i diskut, dhe në disk FX, që është procedur e kombinuar si diskektomi perkutane mini-invazive me ablacion radiofrekvent të diskut. Për t'i sqaruar pak të jemi më thjesht për ta kuptuar populata ma mirë këtë problematik, do të foli me gjuhën ma popullore. Do me thënë, janë procedura mini-invazive, në kupton procedur që me një shpurje të vogël, me një gjilpër të hollë, hyjet në mbrendit të diskut, do me thonë në shtyllën kurrizore, pa prerje, pa operacion, dhe intervenohet, futet ozon, gas, i cili gas bën zbërthimin ose zvoglimin e diskut, i cili ka shkaktu kompresion të nervi, ose presion, ose shtytje të nervi dhe shkaktuar dhimbja.
Ne gjithsesi për mënyrën se si zhvillohen specifikisht këto të dyja, por jo vetëm, varësisht se sa do na mjaftoj dhe koha televizive, do flasim pak më vonë, por do doja që t'i marrim gjërat me radhë. Tani, e përmendët dhe ju se pacientët janë të grupmoshave të ndryshme, profileve të ndryshme profesionale, pra nuk ka dallim. Dhe e dëgjojmë aq shpesh që më dhem shpina. Do me thonë e dëgjojmë nga mosha të mos e teproj tani, po 18 vjeçare le ta themi, deri te mosha 75 vjeçare. Dhe këtu të mos e pres me thik. Por duke sikur është një problem shumë aktual, shumë i shpeshtë. Çfarë ka në shpinë? Pse dhem kaq shumë shpina dhe pse të gjithë po ankohen për këtë problematikë? Po, shtylla kurizore është, të me thonë, ndërtuar në mes të unazave të shtyllës, është një pjesë disku, e cila është, nëse e përshkruajmë në gjuhën popullore, është si një jastuk i mbushur me material gelatinos. Edhe ndërmjet të dy gurzve. Do me thonë gurzit nëse i marrim ne që janë trupat e vertebrës, mes është një jastuk i mbushur me gjell. Edhe tu e pas parasysh se e tërë pesha e trupit randon në këta disqe, shpesh vjen deri te plasaritja e këtyre disqeve, ose jastukut. Kur bëhet plasaritja e diskut, pjesa gelatinoze prej mbrendie del jashtë, edhe bën të kompresion shtypje të nervit, i cili është afër diskut, edhe atë shkaktohen dhimbje. Dhimbjet në fillim anashkalohen, mendohet se hajde me një terapi do të kalon, por aty qëndron problemi se dita ditës në qoftë se nuk intervenojmë herët, ajo vetëm madhohet edhe përkeqësohet gjendja. Do me thënë, sipas studimeve botërore, mendohet që gati 80% e popullatës paku një herë në jetën e tij kalon kështu dhimbje, pas ka dhimbje lumbale, mendoj. Edhe atë, siç tham pak më herët, më tepër është e shfaqur te grupmoshat më të vjetra, për shkak se të moshuarit vjen deri te humbja e sasisë së langut të diskut, edhe lëndimet janë më të shpeshta. Disku si përbërje është diku 80% me ujë, edhe pjesa tjetër është me pjesa fibrotike e jashtme që mbron pjesën gelatinoze që mos del jashtë. Do me thonë, me mosh, sasia e ujit zvoglohet në disk, vjen deri te dehidrimi i diskut, edhe lëndimet janë më të shpeshta. Por nuk do me thënë që edhe të moshat e reja nuk ka lëndime. Përmendët që më herët herniacionet diskale. Çfarë është ky si term? Sepse ne gjithmonë nga e panjohura kemi frikë, dhe kur e dëgjojmë një term të ri, ndoshta mund ta kemi dhe vetë si shqetësim, vetë si problem, kur e dëgjojmë na frikson pak. Po, padyshim se herniacioni diskal, do me thënë se kur vjen te, siç cekëm pak më herët, kur vjen te plasaritja, veç disku është i përbërë, do me thonë, në pjesën e mrenshme është pjesa gelatinoze. Rreth pjesës gelatinoze janë shtresat fibrotike, që janë deri 15 deri 20 shtresa fibrotike, të cilët e mbajnë në tansi kompakt disku. Në qoftë se vjen deri te lëndimi i këtyre shtresave fibrotike, që janë në formë të cipave të qepës, vjen plasaritje, materiali gelatinoz del jashtë. Kur del jashtë diskut, në atë moment e prek nervat, rrënjët e nerveve të cilët gjenden afër diskut. Në atë moment, kur preket nervi, atëherë shkaktohet dhimbja. Me thonë, aty fillon momenti i patologjisë herniacionit diskal. Me thonë, herniacion diskal është kur vjen deri te fryrja e diskut. Edhe shpesh njerëzit në gjuhën popullore thonë ka kapi shiasi. Do me thonë, për shkak se bëhet shtypje te nervi sciatik, ajo është shenja që shkaktohet, do me thonë, kompresion të nervit, të rënja nervit, fillimisht fillon me dhimbje të shpinës, pastaj mundet kjo dhimbje të përhapet deri te pjesa e artikulacionit koksofemoral, ose të kambës, pjesës sipërme, edhe mandej mund vazhdojë deri në gjuhë edhe deri në thembër. Do me thonë, varësisht si në cilin nivel është i kapur disku, mund të shkon dhimbja deri të fund të themrës. Kështu që nëse ne kemi një shqetësim, një bllokim të këmbës komplet ose një dhimbje, kjo domosdoshmërisht mund të jetë diçka muskulare që lidhet me këmbën, por mund të jetë në fakt zanafilla pikërisht tek shtylla kurizore.
Po, ka shumë patologji për dhimbje, mund të jenë edhe patologji tjera që janë, nuk është vetëm diskopatia për shembull që është dhimbja, por një nga patologjitë më të shpeshta është herniacioni diskal për dhimbje, sidomos kur është në njënën anë, kur kemi mpirje të këmbës, kur kemi dobësim të muskulaturës, këta janë shenja që është bëhet fjalë për diskopati. Por këta janë shenjat e para, do me thonë që dyshohet se është bëhet fjalë për diskopati. Pa dyshim se duhet bëhen egzaminime për të vërtetu se është bëhet fjalë për diskus, herniacion diskal, apo është diçka tjetër. Doktor, ju keni një eksperiencë shumë vjeçare tashmë dhe mund të bëni ndoshta edhe një krahasim se si ka qenë 10 vite më herët dhe si është sot. Pse janë kaq të shpeshta këto shqetësime ditëve të sotme? Dhe si janë ndoshta në krahasim me 10 vite më herët? Po, është e vërtet, në vitet e fundit janë patologjitë e herniacionit diskaleve, po edhe smundjeve tjera neuromuskulare janë shumë më të shpeshta për shkak të mënyrës së jetesës, do me thënë është ndru komplet mënyra e jetesës, aktiviteti i dobët fizik, qëndrimi para kompjuterit, peshngritja, po ashtu është si faktor në trauma është peshat e randa, kur trupi nuk është i ushtruar, muskulatura nuk është e forcuar, nëse ngrem një peshë që është jashtë asaj normale që për trupin ton, atëherë mund vjen deri te plasaritja. Po ashtu ka supozime që edhe faktori gjenetik mund të ndikon pak, por jo, shumë më tepër është, do të thonë, qëndrimi i gjatë në ulur, traumat mbi pesha e trupore, dhe aktiviteti fizik. Këta janë faktor kryesor që mund të vjen deri te. Por jo vetëm, mund të edhe sportistët mund të kenë lëndime diskale, për shembull nëse një sportist është i ushtruar për një peshë ngritje ose për një peshë të caktuar, nëse ai ngren peshë më të madhe se ajo që është e ushtruar, mund të vjen edhe te organizmet të trupit që është i ushtruar, padyshim. Ose në qoftë se bën një gabim përgjatë pozicionimit të kësaj peshngritjeje. Traumat zakonisht shpesh vijnë nga peshat e randa, po edhe nga lëvizjet jo të kontrolluara. Për shembull, një lëvizje shumë e shpejtë e pazakont mund vjen te plasaritja, ose edhe një aksident, ose një traumë tjetër të shtyllës kurrizore, po. Çfarë mendoni se duhet të jetë ajo shenja e alarmit e njerëzit që të thotë, "Ok, tani duhet të shkojnë në doktor"? Po shenjat fillojnë me dhimbje, kryesisht janë dhimbjet të fillestare, pak janë më të qeta, por bashkë këtu qëndron problemi. Nëse ne anashkalojmë të dhimbje dhe mendojmë se me një analgetik do të kalon edhe lejmë një kohë gjatë, ajo përkeqësohet edhe vjen deri te smadhimi edhe te gjendja më e rëndë deri në fund mund të vjen deri te intervenimi kirurgjikal. Por ne jemi këtu konkretisht për ta parandalu pacientin që mos vjen deri ndërhyrje kirurgjikale. Do me thonë, procedurat mini-invazive që i punoj une janë si alternativë moderne për parandalimin e herniacionit diskale para operacionit klasik. Tani, para se të kalojmë tek trajtimi, në fillim duhet që ta diagnostifikojmë një gjendje patologjike. Si bëhet diagnostifikimi i këtyre sëmundjeve? Po, diagnostifikimi, fillim pacienti, për shembull, duhet bën nëse ka kështu patologji me dhimbje të shpinës edhe dobësim të muskulaturës, mpirje të këmbës, së pari duhet bën ekzaminimi specialistik neurologjik, do të thonë nëse ka deficit refleksiv motorik ose senzorik, atëherë faza e dytë mund të bën një EMG, elektromiografi, do me thonë për sjellja e impulseve nervore, edhe si metoda ekzaminuese radiologjike në fushën time, do me thonë kemi prej grafisë normale, kompjuter tomografia edhe rezonanca magnetike që është standardi i artë. Do me thonë, rezonanca magnetike është ajo që e përcakton më saktë dhe më miri patologjinë e herniacionit diskale. Në grafinë e thjesht mund të shihen shenja indirekte, do me thonë nëse hapësira intervertebrale është e ngushtuar, ne mund të dyshojmë se ka këtu një patologji, ka ndodhur diçka. Do me thonë njëna hapësire intervertebrale ndërmjet unazave është më e vogël se hapësirat tjera. E shohim në grafi thjesht, por nuk mund ta shohim direkt se bëhet fjalë për diskopati. Ajo vërtetohet vetëm me rezonancë magnetike.
shihet mas miri herniacioni diskal. A duhet që të vinë dhe të bëjnë të gjitha këto kontrole që në shqetësimin e parë, ose në qoftë se ky shqetësim bëhet i vazhdueshëm? Po zakonisht, në qoftë se dhimbja zgjat më tepër se disa javë, atëherë është alarm se duhet bëhen ekzaminimet. Në qoftë se dhimbja për shembull mund të jetë edhe dhimbje tjera, për shembull është një lëndim ose një spazëm muskulare ose një dhimbje tjetër, nëse se kalon me një analgetik ose dy ose disa analgetik për një kohë të shkurtë, atëherë, por në qoftë se dhimbja vazhdon me javë, për disa javë, siç thashën më herët, kemi mpirje të këmbës, shpesh thojnë shkon si rrymë në këmbë. Këta janë shenja që, do me thonë, dikundish bën shtypje, herniacioni diskal, edhe këta janë shenja në qoftë se zgjatën më shumë se disa javë, shenja alarmante që duhet paraqitet te mjeku. Dhe që nuk duhet neglizhuar. Padyshim se në qoftë se neglizhohet, në qoftë se kapet patologjia në fazën e parë, atëherë shumë më lehtë për ne për trajtim. Në qoftë se e lejmë që të vjen deri në plasaritje të gjithë sipave dhe rrjedhjes komplete të pjesës gjelatinoze jashtë diskut, në atë fazë kemi raste ekstreme që duhet të urgjentisht të operohen. Për shembull, quhet Cauda-Equina syndrom, ku kemi çrregullime faza e fundit e herniacionit diskal, kur komplet pjesa gjelatinoze ka dalë jashtë konturave të diskut, edhe bën shtypje edhe në kanalin spinal, po edhe në rrënjën e nervit, dhe këtu kemi për shembull çrregullime urinare, urinimit, kemi çrregullime të jashtëqitjes, mund të kemë deficit të ndjeshmërisë në zonën e shalës, edhe këta janë shenja që duhet intervenim sa më shpejt kirurgjikal. Por për të evituar... Ne jemi këtu, do me thonë, për t'i parandalu këta pacient që mos vinë deri te ndërhyrja kirurgjikale, me procedura mini-invazive, pa prerje. Cilat janë këto procedura? Sepse ne gjithmonë duam një zgjidhje që nuk involvon sallën e operacionit. Gjithmonë kur përmendet fjala operacion, të gjithë stepemi. Është ajo frika se një ndërhyrje kirurgjikale, do me thënë që është diçka më serioze, dhe nga e cila kemi frikë. Por ama, tashmë ka edhe metoda të reja terapeutike të cilat jo domosdoshmërisht mund të bëhen vetëm nëpërmjet ndërhyrjeve kirurgjikale. Cilat janë ato? Po, në radiologjinë intervente ku jam une, do me thonë si radiolog intervent, përveç procedurëve tjera, do me thonë mjekësia e sodit moderne kalon me hapa të shpejta në radiologjinë intervente. Do me thonë shumë procedura punohen në mënyrë mini-invazive, do me thonë pa prerje, me një ndërhyrje, me një shpurje, si patologjit vaskulare, për shembull kur bëhet fjalë për një tromb në tru, që nuk është fusha ime, është fusha e kolegëve të mi që i punojnë, për shembull radiologjinë intervente vaskulare, hyjet me një kateter deri në aty edhe të hiqet trombi, ose kur kemi një aneurizëm, gjakderdhja në tru, mbyllet gjakderdhja, ose sot edhe ndrimi i valvulave ma bëhet me mënyrë mini-invazive. Unë do të foli për procedurat mini-invazive që i punoj une, do me thonë muskuloskeletore, patologjisë të shpinës. Do me thonë, përparësia e procedurave mini-invazive është aty se nuk kemi prerje. Do me thonë, me një gjilpand hall, depërtojmë deri në mbikëqyrje të fluoroskopit, ose rentgen aparatit me monitor, hymë deri në mbrendit të diskut, në mbrendit të diskut intervertebral, dhe aty futet ozoni. Do me thonë, nuk ka prerje. Kjo është ozonterapia. Ozonterapia. Folim njerë fillimisht për ozonterapien. Do me thonë, është si hemonukleolis. Hemonukleolis quhet se është hemogas që futet në mbrendit të diskut, prandaj quhet lis. Do me thonë, gasi e bon zbërthimin e pjesës gjelatinoze të mrenshme, zvoglohet sasia e ujit, zvoglohet presioni osmotik, edhe si është disku i cili është i frym që bon shtypjet e nervi, qëllimi jonë është që ta kthejmë, që ta zvoglojmë atë fryrje, që të lirohet dhimbja, bëhet dekompresion i nervit edhe lirohen dhimbjet. Edhe është kënaqësi kur pas intervenimit një pacient të thot, doktor, po eci, nuk kam dhimbje. Ajo është kënaqësia e jonë, do me thonë aty kemi rezultat, kur kemi rezultat, kur ndjejmë se një pacient ka
përmirësim mbas intervenimit, ajo është një ma tepër se punë, është sakrificë, është kënaqësi. Edhe një metodë tjetër është po ashtu dhe disk e fix, apo jo? Po, është edhe një procedurë tjetër pak më e avansume ose më e komplikume, përveç të dyjat janë për trajtim të diskopative. Disk fiksi është si term, do me thonë aty është tretmani dy fisht, në fillim bëhet diskektomi perkutane mini-invazive, do me thonë këputja e copzave të diskut prej mbrendis vetëm me një tub, me një gjilpar. Do me thonë prej pjesës shpinës, hyet mrenda në pjesën e diskut, edhe fillimisht këputen disa copza prej mbrendis diskut, mandej në të njëjtën akt, si akti dytë, futet një elektrod mrenda, edhe e cila ka majën nxehtë dhe bëhet pak djegja e mbrendisë së diskut, edhe qëllimi është që të zvoglohet masia e diskut edhe dekompresioni i nervit. Gjithsesi, unë doja që ne të diskutonim këto procedura hap pas hapi, madje të do i ilustrojmë, por përpara se të kalojmë aty, si përgatiten pacientët pikërisht për këto intervenime. Janë intervenime të cilat nuk janë të zakonshme, jo shumë të njohura për popullatën e vendit tonë, dhe ndoshta ekziston po ashtu dhe ajo frika se çfarë duhet të bëj paraprakisht, sa do zgjas, çfarë mund të pres më pas. Cilat janë të gjitha këto gjërat të cilat duhet t'i kemë parasysh? Pacientët të cilët i kanë këta problematika, për shembull me dhimbje, vinë me dhimbje të shpinës edhe mpirje të këmbës, edhe më pari duhet paraqiten te ne në spital. Ne i bëjmë një kontroll, ekzaminim specialistik neurologjik me reflekse edhe si fazë parë. Pastaj bëhet i caktojmë të bëhet rezonancë magnetike zakonisht. Pasi kryet rezonanca magnetike mbas të imazhit, mbas të incizime që janë bëj, shohim në cilin nivel është diskopatia. Sa është i frym, në cilën anë bën shtypje, sa është i dalët disku, është vetëm fryrje e lehtë, është herniacion, apo është komplet i dalët si ekstruzion. Në atë moment caktohet procedura që do të kryhet. Pasi caktohet procedura, ka një renditje të pregatitjes pacientit. Pacienti duhet bën, për shembull hemostat, duhet bën kontroll të analizave të gjakut, për të pa se është koha e koagullimit në rregull, para se të hyet në operacion. Pastaj, disa ditë përpara intervenimit ndërpritet nëse pacienti pin antikoagulant, duhet të ndërpresë disa ditë më herët, edhe aspirina ose analgetik të cilët bojnë në hollimin e gjakut. Edhe ditën e intervenimit duhet të jetë i unë disa orë më herët, vjen me një shoqërues, patjetër, për shkak se mbas intervenimit procedura është ambulantore, do të thonë kryhet intervenimi edhe të njëjtën ditë vetëm e mbajmë një orë ose dy në spital edhe lirohet në shtëpi. Prandaj duhet të jetë një shoqërues që të shkojë, edhe pse mund ai normal hec me këmbët e veta, por sadoqoftë nuk mund të vozisë vetë, se është më njëherë mbas intervenimit nuk duhet të jetë me një shoqërues. Këta janë hapa që duhet të jenë fillimisht për përgatitje të pacientit, edhe vjen në sallë, edhe përgatitja bëhet në sallë, edhe hym në intervenim. Gjithsesi na duhet një njeri edhe për mbështetje morale kur shkojmë tek mjeku, qoftë edhe për një kontroll rutine, është më mirë kur e kemi dikë tjetër me vete. Dhe bëhet trajtimi, do filloja nga ozonterapia. Na shpjegoni pak si bëhet hap pas hapi. Ozonterapia është, do me thonë, nëse e marrim një shembull kështu për popullatën ta kuptojnë. Nëse e kemi një derë të bllokume, edhe duam të hyjmë brenda, duam ta hapim. Për të hyrë brenda, më mirë është të përdorim qelsin për të hyrë brenda, jo ta them derën. Qelsi është ozoni. Do me thonë, ozoni është qelsi që e hap derën, që e zgjedh problemin. Çka bëhet? Me një gjilpër të hollë, siç thash më herët, prej pjesës pasme të shpinës, hyjet në mbikëqyrje të monitorit, e të gjithë procedura kryhet në angiosallë, do me thonë në sallë ku bëhen intervenime tjera intervente, si për shembull që vendon stentimi, kardiologët që bëjnë stentimin e zemër, i njëjti aparat përdoret, do me thonë gjithë procedura mbikëqyret në monitor, nëpërmjet monitorit shohim gjilpanën, hym në rendit të diskut intervertebral dhe aty aplikojmë ozon. Pasi të futet ozon,
tërhiqet gjilpëra në rreth nervit, në të njëjtën kohë bëhet edhe bllokat epidurale rreth nervit. Do me thonë njëjtin akt bëhet edhe bllokat për të ulë dhimbja, edhe futet ozoni për ta zvoglu. Do me thonë edhe trajtim terapeutik edhe për zvoglim të dhimbjes edhe shërim të diskut. Pastaj, do me thonë, procedura kryet në kushte sterile, komplet, edhe pacienti duhet të qëndroj dikun 30 deri 40 minuta i shtrim. Lutem nëse ka mundësi ta shohim në video që ta kenë më të qartë shikuesit, ta sqarojmë në video nëse mund të lishohet regjia, mund ta lishoj video. Ja kështu po. Do me thonë pacienti është i shtrim, shifni se është me anestezion lokal, nuk kemi narkoz totale, bisedojmë tanë kohës jemi në bisedë me pacientin, nuk ka dhimbje, nuk ka prerje, dëpërtohet, këtu e kemi në kanalin spinal, dëpërtohet fillimisht bëhet bllokat kaudale për dhimbje, që mos ketë dhimbje, e cila mbulon disa nivele, pastaj gjendet niveli ku është patologjia, në qoftë se është nivel L4, L5 apo L5, S1, shihet në monitor, e tash shifni brendit mes të diskut e kemi gjilparën. Edhe futet gasi. Kur të futet gasi, do të shihet se zbardhet disku, aty është ozoni. Qëllimi është që të jemi brenda në mes të tij. Kjo është gjilpara e hollë, është shumë e hollë, 22 gauge. Pas asaj bëhet edhe bllokat epidurale, do me thonë bllokat rreth nervit. Shifni kontrastin aty. Kontrastin na tregon si që jemi në pozicionin e duhur. Do me thonë çdo gjë bëhet me mbikëqyrje që ta dimë se jemi në pozicionin e duhur kur jemi për blokada epidurale ose kur jemi në mbrendit të diskush, çdo gjë shihet në monitor. Dhe besoj se kur e kanë dhe shikuesit të parë vizualisht e dinë se çfarë ndodh, dhe besoj se e kanë më të lehtë për ta ndërmarrë një hap në qoftë se ju nevojitet për ta bërë një ndërhyrje të tillë. Padyshim. Do me thonë si thashë më herët nuk ka prerje, nuk ka qëndrim në spital. Qëndrimi është mbas intervenimit vetëm 1 orë, edhe lirohet në shtëpi, edhe mandej merr tretman pushim disa ditë edhe po. Një ndërhyrje tjetër të cilën ju e praktikoni dhe që do doja që po ashtu ta kishim dhe ne të njohur është disk fiksi. Si bëhet kjo procedurë? Disk fiksi një lloj është për trajtim të herniacioneve diskale, po është një procedurë pak më e ndërhyrikuar, më e komplikuar, edhe kjo është mini invazive, edhe këtu kemi me anestezion lokal ose ndonjë rast me sedacion, por jo me narkoz të plot. Pacientët të cilët kanë më tepër dhimbje mund të përdoret sedacioni, përgjithësi shkohet me anestezion lokal. Qëllimi pse shkohet me anestezion lokal? Unë dua që pacientët i punoj me anestezion lokal për shkak se pacienti është i zgjuar. Në qoftë se ne ndonjë rast afrohemi afër nervit, ai e ndjen, ka ndjeshmëri. Do me thonë, ai do thotë, doktor, pritni pak se më kaloj si rryma. Do me thonë, jemi afër nervit. E ndrojmë pozicionin, nuk ka asnjë dëmtim. Në qoftë se ne e shtim pacientin në narkoz, ne kryjm procedurën, mund të bëhet dëmtimi kur zgjohet veç është vonë. Prandaj gjithë pacientët janë me anestezion lokal, dhimbja është minimale, edhe tash mund ta shohim procedurën e dytë në ekran se si bëhet. Do me thonë përgatitja është e njëjtë. Ju lutem nëse ka mundësi videon e dytë. Do me thonë pozicioni është i njëjtë. Pozicion shtrihet pacienti barkas, vetëm këtu instrumenti është pak më i gjanë, aty i kishim një gjilpar të hollë, bëhet gjanimi, kemi një forceps në formë të pincetës, ku kputem copzat prej mbrendit të diskut, prej mesit, ja shifni pincetën, kputet copza prej mbrenda, pasi të kputen disa copza, që të zvoglohet volumi i diskut, bëhet ablacioni radiofrekvent me aparat, ja shifni këtu maja, ashtu është e nxehtë, bëjmë pak djegje të mbrendshme, që gjithë qëllimi është që disku i frym që të zvoglohet volumi i diskut edhe bëhet dekompresion i nervit. Këtu kemi një blokadë epidurale transforaminale për dhimbje. Do me thonë, të dy procedurat janë procedura ambulantore edhe pa anestezion total, do me thonë me anestezion lokal. Po, doktor, cilat pacient nuk mund t'i ndërshtrohen këtyre trajtimeve, sepse duket sikur tani çdo kush do dojë normalisht që ta bëj dhe këtë ndërhyrje në vend të një ndërhyrje kirurgjikale, por ka dhe persona të cilët kanë kontraindikacione. Po,
për shkak se punohet me aparat radiologjik, do me thonë rentgen, kundër indikum janë graçta zane. Do me thonë graçta zane nuk mund të futen në sallë, nuk mund t'i bëjmë. Pastaj, pacientët të cilët nuk mund të qëndrojnë në pozicion barkas për 30-40 minuta, ka edhe pacientë të tillë që nuk mund të qëndrojnë aq gjatë në pozicion. Pacientët me koagulopati ose pacientët të cilët kanë probleme me piksjen e gjakut, popullor që me thonë. Me thonë, pacientët që kanë probleme me piksjen e gjakut nuk mund të futen për shkak se sadoqoftë jetë procedurë mini-invazive, ne kalojmë nëpër inde, mund të kalohet një kapet një kapilare vogël e cila në pacient të shnosh është normale, ndërpritet bëhet ndërprerje e gjakut normal, por nëse kemi një patologji me koagulopati, pacient atëherë mund të bëhen komplikacione, po ashtu pacientët të cilët kanë ndonjë infekcion, gjithashtu janë të kundërindikuar për trajtim. Po të ato personat të cilët kemi vendosur se gjithçka është në rregull dhe mund të ndështrohen këtyre trajtimeve, cilat mund të jenë komplikimet e mundshme? Komplikimet si çdo procedurë invazive në literaturë njihen për shembull komplikim lëndimi i nervit, infeksionet post-procedurale, pastaj dhimbje disa ditë mas intervenimit, mund të ketë edhe rrallë në një ishemi. Gjitha këta komplikacioni që i përmendën janë të shënuara në literaturë, por janë dikun 0,01%. Gjitha komplikacioni janë 0,01%. Unë sa kam punu për 10 vjetë, janë mbi 4.000 e diçka pacient, do me thonë deri tash nuk kemi pas dhe një komplikim ma serios. Disa herë kam pas për shumë pacientët ndodhë që të kenë dhimbje disa ditë mbas intervenimit, normal, se kur futet ozoni bon shtypje të nervi, por pastaj dhimbjet qetësohen edhe bëhet të mirë pacient. Po cilat janë përparësitë të këtyre trajtimeve dhe cilat janë rezultatet që duhet të presim pasi të bëhen këto trajtime? Rezultatet sipas shumë studime botërore llogariten dikun 75 deri 85%, që është një përqindje mjaft e mirë e rezultateve. Prej të cilëve 50% të pacientëve kanë përmirësim vetëm me një tretman, ndërsa 30% pacientë tjerë kanë nevojë për përsëritje. Kjo varet, do me thonë, prej nivelit të herniacionit diskal, varet prej moshës, varet prej, nëse bëhet fjalë vetëm për herniacion, ka pacientë që përveç herniacionit diskale kanë edhe ndryshime degenerative, kanë edhe osteofite. Ne e korrigjojmë diskun, mandej dhamin edhe osteofite. Prandaj varet preshu, por shumica në rasteve pacientët janë mbi 50% kanë përmirësim me një tretman. Tani, doktor, këto janë disa trajtime të cilat bëhen tek hernjet diskale të cilat sapo i diskutuam. Po cilat janë ato procedurat të tjera mini-invazive të cilat ju i realizoni, qoftë edhe tek artikulacionet, sepse një shqetësim tjetër, po aq i shpeshtë sa dhimbjet e kurrizit, janë edhe mëdhem krahu këtu, mëdhem këmba këtu, janë mëdhem xhuri, janë të gjitha këto shqetësime të cilat lidhen me artikulacionet, me nyjet e trupit. Po, janë edhe procedura tjera mini-invazive që përdoren, që i punojmë veç këtu. Tretmanet për shembull të injeksionit steroid me kortizon me anestetik lokal në shpatull, në artikulacion humerus skapular, në gjuj, në artikulacionet e tjera, mandej ka aplikimi kortizonit në muskulin piriformi sindrom, ganglion, janë terminologjia mjekësore, do me thonë janë shumë procedura që përdoren me metoda mini-invazive. Kur bëhet fjalë për trajtimet e ndryshimeve degenerative, kur ka pacienti dhimbje në gjuj, apo në shpatull, në artikulacionet tjera, këta tretmanet i bojmë në eho, do me thonë jo me angioaparat, jo me në sallë angiografike, me fluoroskop, po këta bojnë në eho. Do me thonë një lloj bëhet ndjekja e gjilpërës me eho edhe aplikohet në vendin e duhur, ose në artikulacion, ose në një burs, kur kemi bursit, ndezje të burseve, gjithë bëhen, do me thonë, në mbikëqyrjen e eho aparatit. Ka edhe procedura tjera që punojmë për shembull mini-invazive, si që janë për shembull punojnë gjithashtu
biopsitë e gjitha kockave dhe muskulaturës, gjitha biopsitë për të marrë materiale për të smundjet malinje, gjithashtu ata procedura bëhen me kompjuter, me CT. Gjithsesi, besoj se për gjitha pyetjet mund t'ju kontaktojnë të gjithë pacientët që na ndjekin në këto momente dhe mund t'ju gjejnë në Spitalin 8 Shtatorin dhe kë ju punoni aktualisht. Po. Gjithsesi, doktor, ne kemi një rubrikë të cilën e quajmë Pyet mjekun dhe shikuesit tanë kanë pyetur për shqetësimet e tyre, disa prej të cilave do i lexojmë tani. Doktor thot kam dhimbje në gjuhë prej vitesh, a ka mënyrë të shmang protezën me një trajtim mini-invaziv? Prej vitesh. Pyetje shumë ashtu provokuese. Me një trajtim mund të ketë përmirësim në dhimbjet e gjurit, por varet prej në sa është gjuri i dëmtuar. Nëse është gonartroza shumë e theksuar, gjuri do të thonë është komplet, kemi humbje të meniskëve dhe kemi prekje të ashtit, në ata stadiume është vështirë që të zgjidhet problematika vetëm me një tretman. Ne mund të ndihmojmë në fazat fillestare që për një kohë ketë qetësim të dhimbjeve. Por nëse janë stadiume të avancume, nuk mund të ndihmohet me një tretman përmirësimi i dhimbjes së gjunit. Varet krejt prej stadiumit, duhet shifet, do të thonë incizimet, duhet shifet çfarë stadiumi është, çfarë është problematika. Nëse kemi komplet degenerim të artikulacionit deri te ankilozë, gjithja e artikulacionit, edhe këtu nuk mund t'i shpëton. Po ashtu edhe te herniacionet diskale, do isha të ceki. Do të thonë, shumicën e rasteve ne i zgjedhim me mënyrën mini-invazive. Po ka pacient të cilëve u thojmë kur ka komplet shkputje e diskut, kur kemi rrjedhje të materialit gelatinos, ata pacient ne i përcjellim te neurokirurgu apo ortopedi, do të thonë nuk jo se jemi ne të pazavencueshëm për çdo procedurë. Ne mundohemi që pacientët që janë paraprakisht, para se të mbrinë në operacion, që t'i trajtojmë, që t'i shpëtojmë, mos vjen deri te operacioni. Në qoftë se dëmtimi është kry, për shumë kohë gjatë ka qëndruar dhe është faze avancume, në atë rast ne i lishojmë kirurgët më të tjetë të zgjedhin. Po ashtu edhe te gjuni. Do të thonë varet çfarë niveli është dëmtimi edhe për çka bëhet patologjia. Duhet mas pari njerë diagnostifikohet, shifet në cilën stadium është edhe pastaj. Po në shumicën e rasteve ka, nëse bëhet fjalë për bursite, tendinite, ndezje tendoneve, dhimbja artikulare me kalcifikate, këtu kemi suksese të mira, ka përmirësime në dhimbje. Këtu rikthehemi sërish te ajo që e thamë që në fillim që të rekomandojmë të shkojnë tek mjeku që në shqetësimin e parë nëse bëhet i vazhdueshëm. Po, shqetësimin e parë, do të thonë nëse dhimbja zgjat më tepër se disa javë, patjetër duhet drejtohen te ne. Të vinë lirisht të drejtohen në 8 shtator, do të shohim çka është problematika edhe si do mund të zgjidhet. Nëse është diçka që mund të ndihmojmë, padyshim se jemi këtu për të ndihmuar. Një pyetje tjetër ka ardhur dhe thotë, kam dhimbje në shpatull që më pengon të fle, a bëhet ndonjë ndërhyrje pa prerje? Vetëm t'i kemi operacioneve. Gjithë aty e kanë hallin pacientën pa prerje. Po, thashë edhe më herët. Do të thonë, nëse bëhet fjalë për ndezje të tendoneve të cilët e rrotullojnë krahun, kemi ndezje, tendinite, tendosinovite edhe kalcifikime, aty kemi rezultate. Do të thonë, me aplikim me kortizon, me anestetik lokal, qetësohet dhimbja edhe trajtimi mund të jetë ndonjëherë edhe i përhershëm, do të thonë nuk ka nevojë për ndërhyrje. Por nëse ka ndryshime të mëdha degenerative, siç u thash më herët, aty ne mund ta qetësojmë dhimbjen për një kohë, por nuk mund ta zgjedhim problematikën. Pyetja tjetër thotë, sa zgjat efekti i injeksioneve, duhet i përsëris çdo vit? Tek diskopatit e ozonterapia me aplikacione epidurale, do të thonë kortizon me anestetik lokal, mund të përsëriten 3 deri në 4 herë në vit. Po, aq është, do të thonë çdo 3-4 muaj mund bëhet, jo më tepër, do të thonë 3 herë maksimum për një vit. Për shkak të kortizonit nuk mos teprohet tepër, kortizoni. Përndryshe, ozoni si ozon nuk ka ndonjë veprim, ndonjë efekt negativ, përkundrazi, ozoni ka efekte regeneruese,
anti-inflamatore, analgetike, muskulorelaksante ka shumë efekte të mira. Si ozon nuk ka adame. Po për shkak kortizomi ne kufizohemi pak, nuk e bëjmë shumë shpesh, do me thonë spaku 3-4 muaj, po edhe ka nevojë që të shifet, për shembull, nuk mund ta bëjmë nëse ne kemi bërë një trajtim, duhet të shohim se si ka ndiku për ta bërë për herën e dytë. Gjithsesi duhet theksuar edhe një gjë që ozonterapia dhe disk fiksi janë të dyja terapi të cilat mund të gjenden, janë të dyja trajtime të cilat mund të gjenden në vendin tonë në Spitalin Qytetarin, janë mjaft të çastshme edhe financiarisht për të gjithë pacientët të cilët kanë nevojë. Po, është fat që këta procedura veç janë futur në listën e pozitive, do me thonë janë në shërbime që mbulohen nga fondi, pacientët mund të vinë të kryejnë intervenimet që në perëndim kushtojnë me 100 euro, te ne mund vinë me livresë dhe kryen me mbulon fondi gjitha këta shërbime. Kështu që nuk kam arsyetime për të gjithë ata të cilët kanë shqetësime të tilla. Doktor, ne ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e emisionit tonë sot për gjitha këto informacione, ju përgëzojmë për punën që bëni dhe shpresoj në një farë mënyrë ta them kështu që të keni sa më pak pacient dhe sa më pak njerëz të kenë shqetësime të tilla. Po, faleminderit edhe për ftesën. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ishte jona. Faleminderit.